Zoti Pesh tani e dëgjove ti. E dëgjove 7 vjet më parë, i thoshte turp i madh, thosh, s'ka turp më të madh, thosh, kandidoi vetëm një njeri. Tani është gjëja më e mirë, liria më e madhe, thot tani. Si e shpjegon ti këtë? Berisha ka folë shumë drejt para sa vjetësh. Kur ka folë aty? Para 7 vjetësh thot të vërtetën thua ti? Shumë e drejt ajo që ka thënë të vërtetën. Në një rrethan që i ka ardhur për shtatë atij, por ajo është një e vërtetë për te çdo rrethane. Është një e vërtetë absolute. Zgjedhet me një kandidat janë një pafitërsi. Zgjedhet me një kandidat janë bërë vetëm komunizëm, po ato s'quhen as zgjedhje, sekretari i parkut, me herë ato janë vetë zgjedhje, nuk janë zgjedhje. Emrime. Por një turm aty, një kazermë, domethënë broret, ai vetë zgjedhje. Zgjedhje me një kandidat ka edhe në demokraci kur kryetari i një partie fiton zgjedhjet. Edhe nuk merr një vot besim simbolik, por zakonisht nuk votohet. Pavarësisht se Rama edhe këtë klishe, Nano e ka thyrë dhe këtë klishe, se duke qenë kryetari një partie fituese, praktikisht ai ka bërë 2 herë zgjedhje me kandidat real. Një herë në vitin 1999 me Pandeli Majkun dhe pastaj në vitin 2003 me Edi Ramën dhe Recep Mejdani, një garë shumë e fortë, një garë me figura shumë e peshë. Duke qenë Nano kryetar, pra ai ka bërë një gjë që s'e ka bërë kush. Ndërkohë, Partia Socialiste ka heq fare edhe vot besimin simbolik, sepse ka vu një nen aty që kush fiton, sidomos tani që zgjidhem një antar një vot, nuk shkon fare në zgjedhje, kurse në opozit gjithmonë shkohet me shumë kandidat, mund të ndodhë dhe në opozit që të mos ketë zgjedhje me shumë kandidat, por vetëm me një kandidat, kur nuk del kërkush, zoti Ylli. Po. Në rastin konkret, kanë dalë 4 kandidat. 4 kanë njëri antar i kryesisë Partisë Demokratike, tjetra Qer Saljani, tjetra një antar e Forumësh, një demokrat, një politikan e re, unë e kam njoftë kur bënte mbrojtjen e diplomës, edhe ka pas një tezë mastre a doktoraturës, se kam parasysh, për shumë e përgatitur dhe ajo, me qëndrimet e veta. Zonja Kokalare njohem gjithë që ka qenë një nga protagonistët e lëvizjes për i themelim, kemi bërë debate në për studio, debate, diskutime, ajo ka marrë qëndrimin e vetë, pas ta erdhi Meremja, e cila nuk ishte ashtu si që parashiku nga Bushatin e emisionin e kaluar, Meremja ishte serioze, ajo kandidoi, edhe Meremja ka lexuar statutin, ka parë aty që i lindë drejta, me sa kuptova unë, dhe ajo po ndjek dhe në gjykat. Pra kishte kandidat. Tani, Partia Demokratike ka gjetë një justifikim për t'i eliminuar qëtë 4, por për këtë do gjenë diçka. Si, dje kur ishte kandidat, ishte hero, i hero në burg, Saljani ka bërë burg për Partinë Demokratike, të ndërtetën. Në burg pastaj ke stakon njëri, por ka bërë burg për partinë, për një kauzë, kauzën babalet Partisë Demokratike. E kanë heroizuar ata vetë, jo unë, e kanë heroizuar Basha, Berisha me shok. Tani në momentin që ai zbret nga arë, tani kthehet përmbys gjithë historia, s'është më heroj, por është shoku i kriminalëve, kjo nuk ngjitet kërkund. Edhe kjo bile edhe kur thuhet kështu, duhet ketë forume, duhet ketë organe aty që duhet ta faktojnë. E njëjta gjë edhe me tjerët. Dhe aty askush nuk guxon, edhe se mund të ketë njerëz që e kanë ambicien dhe kanë dhe përgjegjësinë për të kandiduar për zgjedhjen e kryetarit të partisë në një parti e cila po humb zgjedhjet prej radhës, 7 palë zgjedhje ka humb që nga 2013 këtej. Pra, dhe ata që janë aty një përgjegjësi duhet ta kenë ata që kanë ngel, pas kush guxon se e dinë që po doli thon prit se ty kemi pa në filan vend, kjo s'maron kurrë. Pra, praktikisht, Berisha ka pas shumë të drejtë para 7 vjeç, por deklarata tani është thellësisht autodemaskuar. Ajo që do e shtoj, këto janë sakta, po do thoya që këtu tani ne po arsytojmë me logjikën e demokracisë, jo të monarkisë dhe e tjerë, as të shembujve negativ, sepse delegimi i pushtetit tek një delfin nuk ka rezultuar askund një veprim që ka rritur partinë ose ka quajtur partinë
në fitore, në gjithë Evropën, paka shumë. Por interesi është interesi kolektiv, kur është interesi personal. Paka shumë në partitë politike evropiane, pasuesit e liderëve historik, në përgjithësi kanë konsumuar dhe konflikte brenda partisë dhe ata e quajnë partinë, pastaj e bëjnë prapë shumicë. Kemi rastin në Shqipëri që Edi Rama ka ardhur në krye të partisë jo si delfin i Fatosnanës, përkundrazi. Ka ardhur si një lloj kundërshtari i tij, bile e ka bërë fushat, po ta them me bindje në 2005 për humbjen e Fatosnanës. Në mënyrën e vet. Dhe Ilir Metis pastaj. Pra aty kanë qenë dy kandidatë, Recep Mejdani dhe Edi Rama, Nano. Mua më kujton shumë detaje nga kjo. Ke drejt shumë. Dhe ai erdhi si një njeri që nuk ka dalë, si më thënë, nga shprëngejt e partisë vjetër dhe nuk ka dalë as nga sqellët dhe kryetarit që po e dorëzon. Dhe kjo ka qenë pozitive për të ardhmen. Dhe kjo dhe shqetësimi im është ky që ne kemi një opozitë, opozita më e madhe. Nuk mund të imagjinojmë rotacionin me një parti demokratike të vogël spaku për sot. To janë skema zvoglimit partisë më të madhe të opozitës që dhe me peshqesh më të madhe, dhurat më të madhe kundërshtarit nuk mund t'i bërë, se sa të ndjekësh skema që e bëjnë partinë më të vogël. Kjo nuk është vetëm një shqetësim kjo është një shqetësim qytetar, sepse Shqipëria ka nevojë për rotacion bashkë për ato arsye që thu ti, për rotacionin nga qielli vjen, po nuk u rrit partia e madhe, bashkë me Juve edhe me partitë e tjera, rotacion s'do kemi, sepse rotacioni vjen vetëm kur opozita kthehet në pushtet, nuk vjen se dikush ta jep në dorë kështu si dhurat. Në këtë sens them unë që ne diskutojmë prapë këtë gjë, pavarësisht se është temë stërkonsumuar me këtë shqetësim. Tani, pra, paka shumë kisha pyet fundit, po e shpjegoj Arlindi. Ose më mirë themi, paka shumë jemi te kjo ide që doktori fiton kur të doj aty. Por, arsyeja që pse largohen, Saliani në rastin konkret, se Bushati tha nënvizoj këta të tjerët që nuk është se mund fitojnë ata. Ose kanë rëndësi. Dhe fakti që nuk i lejon kandidatët është për pas këtyre zgjedhjeve. Pas zgjedhjeve. Thot Qori, Djeta dhe... Nuk është ja rrezikojnë ata pushtetin. Nuk ja rrezikojnë asgjë, por rrezikojnë nesër. Kjo parti duhet gjithmonë, thot. Dikur që e ka si pronë, do gjithmonë. Ti ikim thoni nga ky moment dhe të kalojmë në një moment tjetër më të rëndësishëm. Më të rëndësishëm, barabar të rëndësishëm. Një lloj janë gjitha këto. Media tani është vënë në fokus të media me të mira dhe të këqijat e veta, ka të mira media në Shqipëri, shumë, por ka dhe të këqija shumë. Jemi realist, por është vënë në fokus dhe në goditje në mënyrë të hapur dhe të drejtë për drejtë të Sali Berishës, por dhe të Edi Ramës. Ne përpiqemi të ta shohim këtë, ç'është ky proces, ç'është kjo ngjarje tani, sepse kemi një problem tjetër. Media është pak a shumë aleate e fortë dhe afërt së pari e Edi Ramës, pjesa dërmuese e Bushate e kësaj media, dhe aleate edhe Sali Berishës, që i liron një pjesë e mirë e saj, sepse këta media, pjesa dërmuese e medias tonë, atë që ne kemi krijuar, kalon përgjithsisht, siç kalojnë kriminalet këtu, siç kalojnë Arlind të gjithë,